Po në rend parë neve çdo rritje e shtesave e pagave të cilës do kategori që vije deri te kjo, ne në fakt na konvenon dhe na shkon për shtati. Se a është bën në kohën e duhur dhe a ka mbështetje ligjore, neve nuk na takon ta themi këtë, edhe pse ne mund ta themi, por besoj që janë organe të tjera të cilat do ta thënë këtë se a ka mbështetje ligjore, nuk ka mbështetje ligjore. Ne mendojmë që për krah kësaj ka edhe shumë probleme të tjera të cilat qeveria e Kosovës do dashur më marrë me to më seriozisht. I kemi veteran të luftës për cilën me kjo është e lehtë paga minimale të stimulimi i lehonave. Po çka mund të themi edhe ne që ne kemi bë apel edhe për çdo ditë bëjmë apel sepse edhe vetë pagën nga 350 euro që e ka pru kryeministri i Kosovës, ai vendim nuk është duke u respektuar. Ne për çdo ditë njoftojmë opinionin se në cilat vende nuk është duke u respektuar dhe kemi më shumë se 4, po më shumë se 5-6 muaj që ky vendim i qeverisë nuk po hyn në fuqi. Domethënë qeveria e Kosovës nxjerr vendime, por se sa po realizohen, ai fare nuk intereson për ta. Dhe çka është ajo më e rënda tek ne është se ne kemi, po themi, probleme prioritare kur për shembull ne nuk e kemi marrëveshjen kolektive ende të nënshkruar që nga viti 2017 tutje çka është mendoj që problem prioritar për punëtorët e sektorit privat të Kosovës dhe të tjerët, dhe kjo është anashkalimi i këtyre problemeve dhe mund të themi që këto vendime që është duke i marrë zakonisht për punëtorët të sektorit privat, asnjëherë nuk është duke u konsultuar me aktorët kryesor dhe është një vendim që i nxjerr vetë, pa u pyetur fare me kënd sa është kostoja dhe cilat janë problemet punëtorët të sektorit privat. Ju dini që ne për çdo vit protestojmë, sidomos për 1 maj, kërkesat tona i kanë tavolinë dhe asnjëherë nuk është ardhur që të bisedojmë lidhur me këto probleme. Ne kemi edhe problemin e punëtorëve të cilët pothuajse gati është një numër jashtëzakonisht shumë i madh që po humbin jetën e tyre në vendin e punës. Ne kemi thirrë për një bashkëbisedim, për një bashkëpunim që kjo mos na ndodh. Dhe po të bën me dije që ai këto vendime, sikurse edhe këto leona nxjerr kokën veti pa konsultuar me aktorët kryesorë. Realisht ne kemi shumë kategori, po them edhe sot kemi punëtorë të sektorit privat ku marrin pagë 232 euro. Dhe përkundër asaj që zyrtarisht është i njoftuar Inspektorati i Punës dhe organet tjera, nuk reagojnë. Dhe ne kemi obligim që të thrasmi që të nivelizohen gjonat, por ne kemi kategorinë e pensionerëve shumë keq, e kemi kategorinë e veteranët luftës shumë keq, e kemi kategorinë e punëtorëve që punojnë gjatë gjithë muajit dhe marrin pagë 292 euro, rast konkret në Universitetin e Prishtinës, kompanitë që kryejnë shërbime teknike dhe ato fizike, sigurimin fizik, edhe sot marrin pagë 292 euro. Dhe çka? Dhe pikërisht këto rritje të paga, kryesisht domethënë rritja e pagës minimale erdh si mas, sepse ai e dinte që zgjedhjet do të jenë shumë afër dhe në tetor të vitit kaluar e ngriti pagën minimale dhe tani sipas dita gjasave ai ka vrejtë se do të kemi një zgjedhje edhe do të kemi zgjedhje komunale, po ndoshta edhe zgjedhje parlamentare dhe para se marrë deri te kjo, ky dal dhe ngrit pagat që, po themi ne, na shkon për shtati, por megjithatë kjo ka një erë puro politike.